me vones, po shoh rendin e ditës këtu, seancë dëgjimore, me përfaqësues prokurisë posaçme, policisë shtetit, prokurisë përgjithshme, Agjencisë Inteligjencës Financiare lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sfidat e evidentuara në praktik dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit zgjedhjeve. Tani, që të kthehet në normalitet mbledhja, prokurori i përgjithshëm ka raportuar mbi veprimtarinë e tij për gjendjen e kriminalitetit në Komisionin përgjithës për çështjet ligjore javës që iku. Edhe aty ishte mundësia të trajtohet dhe u trajtuan, kush pati interes për t'i trajtuar gjitha këto gjëra. Edhe drejtuesi i Spakut do të bijë në datën 3 korrik, ditën e premte, të raportoj mbi gjendjen e luftës kundër kriminalitetit për vitin 2025, ku përfshihen edhe krimët zgjedhore. Tani këtu, unë mendoj zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi, se i keni thirrë t'ju japin në rekomandim se si mund bëhet më mirë puna dhe të përmirësohet kodi zgjedhor, po ju ai keni thirrë këtu të raportojnë për veprimtarinë e institucionit që drejtojnë për vitin 2025, a i keni thirrë sipas këtij objekti që keni vënë këtu përpara. Lutem, të gjithë kolegët deputet, gjithë kolegët deputet, që ta mbaroj unë se unë jam të gjithë kolegët që janë këtë tryezë, kush është antar i Komisionit Ligjeve, po edhe kush nuk është, apo i Komisionit Nismave, atje ku raporton për zbatimin e projekt rezolutës edhe rekomandimet. Atje, mund vija atje, po ka shqetësimet kësaj natyre, edhe pse nuk lejohet pyetja për çështje konkrete, po se shmangim dot ato se Albana zonja Vokshi ka bërë kallëzime, se ka hyrë politik me kallëzime merret. Ja mori Gjini dorën në 2025, po secili është i lirë këtu. Tani, a ka mundësi procedura, a ka mundësi zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi të referoheni sakt rendit ditës? Po, ndërsa do t'ju kërkoja t'i përmbajmë i rendit ditës, a më qepe gojen tani dër. E leken, dëlle gojen, se t'kam gjuhë fort. A ka mundësi të kthehet mbledhja në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Jo, se kjo degradon biseda kështu. Shqetësimi që ngrit Ylsiu, pavarësisht nga tonën, se edhe unë mas e të provë, po dëromën, po mirë, dakord, edhe ndjesë, tash po kërkojë ndjesë për atë. Thelbi bisedës ishte, Ulsi. Thelbi bisedës ishte. Le të fokusohemi tek ajo për cilën e kemi thrit. Të lutem, me qetësi. Nuk them se s'do bëjmë pyetje, por drejt e thash unë fillim. Në Komisionin e Ligjeve gjithmonë kemi bërë praktik që kemi ngrit çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve drejtësisë.